Moti ekstrem përfshin Shtetet e Bashkuara, temperaturat zpresin deri -46 gradë Celsius, në 40 shtete janë në gjendje të jashtëzakonshme. Një studi dimërore me përmasa të jashtëzakonshme ka paralizuar Shtetet e Bashkuara duke sjellë borë të dendur, akull, era dhe një val të ftohtë i ekstrem. Mbi 190 milion njerëz në 37 shtete janë nën alarm dimëror sepse temperaturat kanë rënë 10-40 gradë nën mesatare dhe në disa zona ndjesia termike ka zbritur deri -30, -50 gradë Fahrenheit, duke bërë rrezikun për shëndetin dhe jetën real. Kriza që ka ndodhur do të prek fort transportin. Deri tani janë anulluar 10.000 fluturime dhe mijëra të tjera janë vonuar në aeroportet mëdha si Dallas, Fort Worth, Charlotte në krye të listës së ndërprerjeve. Autoritetet u bën thirrje udhëtarëve të kontrollojnë vazhdimisht statusin e fluturimeve dhe të dinë se fluturimet e anulluara, rimbursimi është i detyrueshëm dhe kur bileta është jo e rimbursueshme. Në tokë situata është paqë e vështirë, disa shtete kanë ulur kufit e shpejtësisë në autostrada. New York, New Jersey Transit ka pezulluar shërbimet e autobusave, trenave, linjave deri në përmirësimin e kushteve. Në New York, mijëra kamion pastrimit janë pajisur me plugje duke hedhur solucion kripe paraprakisht dhe ekipet e bashkisë janë gatishmëri për të hapur rrugët sapo bora të kalojë disa centimetra. Ndërkohë, ndërprerjet e energjisë po rriten, mbi 100.000 familje kanë mbetur pa drita, kryesisht në jug të Teksasit dhe Louisianës, ku akulli dhe shiu i akullit mund të rënojë linjat dhe të rrëzojë pemët. Në Karolinën e Jugut, autoritetet paremëruan se kjo mund të sjellë stui më të rënd të akullit në 2 dekada me rrezik të ndërprerjeve shumë ditore të energjisë. Përveç kësaj situate, 17 shtete dhe Washington DC kanë shpallur gjendje emergjence. Presidenti Donald Trump ka miratuar deklarata federale emergjence për disa shtete duke hapur rrugë për ndihmën e FEMA dhe burimeve të tjera për reagim, pastrim dhe masa mbrojtëse. Mesazhi i unifikuar i autoriteteve është i prerë, qëndroni në shtëpi, shmangni udhëtimet e panevojshme, mbani telefonat karikuar, funksiononi me bazat e kontrollit fqinje të familjet vulnerabël. Kjo stui nuk sjell vetëm borë rrezik të zgjatur nga i ftohti dhe akulli dhe pasi rreshtet e borës të ndalen.